Në radh të parë duhet të heqim dorë nga karbohidratet e shpejta, nga sheqernat, të cilat favorizojnë formimin e dhjamit, sidomos visceral të zonës përreth barkut. Do ju sugjeroja që të hiqni dorë nga karbohidratet me indeks glikemik shumë të ulët, siç mund të jenë, po them, mielli i bardhë, apo orizi i bardhë, ose patatet e bardha, buka e bardhë, çdo gjë e cila ka një indeks glikemik të ulët. Duhet të orientohen më shumë drejt fibrave, drejt karbohidrateve më komplekse, të cilat ndikojnë pa diskutim dhe në çlirimin më gradual ose rritjen më graduale të sheqerit në gjak, sepse duan kohë më të madhe për tu asimiluar, siç mund të jenë legumet të ndryshme, fasulet, thjerrzat, qiqrat, kinoa, nëse zgjedhim bukën ose makaronat le të jenë integrale, pra që të keni indeks glikemik më të lartë dhe të treten më gradualisht. Duhen të shtohen patjetër proteinat pothuajse në çdo vakt. Duhet të kemi 20-30 gram proteinë. Proteina është shumë e rëndësishme sepse mbron masën muskulare që ka tendencën prej estrogjenit të ulët të humbas. Pra bëjnë sarkopeni, humbje të muskulaturës. Dhe duke shtuar proteinat në çdo vakt, ne garantojmë që ta çbëjmë këtë efekt. Proteinat mund të jenë shtazore, pra nga mishi, nga peshku, nga veza, bulmeti, por mund të jenë fare mirë dhe bimore, siç e tham, nga legumet të ndryshme.